për mua Zoti Rama nuk ta marrë një drejtësi e pavarur e panshme, po do ta marrë pikërisht drejtësia e tij. Edhe njëherë po them edhe një drejtësi tjetër që ne nuk ja vendosim asnjëherë në dukje. Mos ja bëj gropën tjetrit se vjen momenti dhe bie ti në grop. Kjo është drejtësia më emocionale dhe më e bukur që duhet ta kuptojnë shumë njerëz. Avokat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka risjell në vëmendje dosjen e Xibrakës dhe ku dyshohet si i përfshirë edhe vllai i kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama. Në këtë rast apo paralajmëron diçka tepër shqetësuese për vetë Edi Ramën, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, dhe a janë gjermanët nga pas në këtë rast sa i përket dosjes së Xibrakës, dhe a mund të jetë kjo dosje që mund godas po themi në mënyrë të jetë serioze dhe të frikshme vetë Edi Ramën? Tani, dosje ka pa fund, por thjesht dua të më kujtoni ju nga një uri që ju keni, kur ka ndodhur rasti dosjes vllait të kryeministër, vitin, dhe kush prokurori e ka marrë në shqyrtim? Spaku apo prokuroria e Elbasanit? Spaku apo prokuroria e Tiranës? Spaku apo prokuroria e Durrësit? Unë mendoj se prokuroria e Spakut. Po çfarë ka thonë prokuroria e Spakut? Ka thonë që ne nuk merrem sepse disa nga provat i ndodhen jashtë vendit. Ne po hetojmë, por nuk kemi gjetur. Dhe këtu ndërhyjnë gjermanët. Lej gjermanët me një anë tani të lutem. Spaku, investim europian dhe amerikan, thot nuk e kemi gjetur zotin Olsi Rama në dosjen e cituar nga Berisha. Dhe lind pyetje thjesht. Kur Spaku nuk u shpreh në një deklaratë konkrete, zoti Rama doli edhe bëri një deklaratë para se të shprehte prokurori Spakut. Çfarë kuptuat ju? Që zoti Rama kishte marrë mesazhin e qartë që vllai nuk është tek dosja. Pse rishfaqet kjo dosje? Sepse pikërisht disa gjerman kanë çuar disa dokumenta që përfshin persona që janë afër pushtetit. Tani, këto individ kanë lidhje familjare me njëri tjetrin, unë nuk e di. Por që kanë lidhje me pushtetin, ka. A quhet pushtet ekzekutiv, legislativ apo gjyqësor, pikë rëndësie nuk ka. Po janë subjekte që kontrollohen nga Spaku. Pse Spaku dhe zoti Dumani nuk bërë një hetim atëherë kur ishte momenti dhe i la zoti Rama hapësirë të bëjë një deklaratë që të thotë që nuk ekziston emri i vllait tim? Dhe këto janë gjithmonë pyetje që duhet të shtrohen ndaj zotit Dumani. Dhe ajo më as ndaj zotit Brau, por as ndonjë funksionar tjetër të Spakut, por vetëm zoti Dumani të na thotë sa i sinqert ka qenë në deklarimet e tij në kuvent ku ka raportuar dhe pse një ndër informacionet që është apo jo vllai i kryeministrit, zoti Rama doli në deklaratë publike dhe tha që nuk përfshihet vllai im dhe ai e dinte me siguri këtë informacion. Dhe pikërisht vin gjermanët dhe thonë, më fal, drejtësinë e vërtet, ne nuk e kishim imagjinuar kështu që zoti Rama të merrte informacion nga prokurorët e Spakut. Drejtësinë e vërtet ne nuk e kemi figuruar në momentin kur zoti Rama i drejton të gjithë të Spaku me ndihmën e zotit Dumani. Pra do të thotë që rasti konkret, kjo dosje do të rishfaqet, po me protagonistë të tjerë, se zoti Berisha gjithmonë kur del me një deklaratë të tillë, ka diçka tjetër për të thonë dhe sigurisht që do dali patjetër dhe unë jam i bindur që diçka nuk po shkon mirë nga drejtësia e zotit Rama, edhe një herë, nga drejtësia që zoti Rama ka pasur gjithmonë në mendjen e tij, sepse pikërisht drejtësia e tij do jetë ajo që do t'i vendosi goditjen emocionale ligjore. Avokat, dhe pyetja e fundit,
si mendoni, cila do jetë ajo pikë kulmore që SPAK mund t'i shkojë në zyrë Edi Ramës, duke qenë se ju afrua me Belinda Ballukun, por nga ana tjetër ka i sër dosjesh, siç e përmendëm pak më parë, ato të Xibrakës, ku dyshohet se i përfshir vllai i tij, është dosja e Akshit ku vet Edi Rama ka po themi pjesën e tij, janë dosje të tjera. Dhe cila nga këto që mund tjetë ajo që mund ta mbush kupën? Apo SPAK-u e ka të vështirë që të veprojë? Shiko, të jem realist tek ju, duhet ka kuptoni diçka. Drejtësia e Zotit Rama është drejtësia që do veprojë, kundrejt çdo mekanizëm që ai ka formuar edhe vetë ka përgëzuar. Por, a është momenti që Zoti Rama mund të pezullohet si kryeministër? Edhe kjo mund të ndodhë për shkak të marrëveshjes. A është momenti që Zoti Rama mund të përfundojë në drejtsinë e tij duke u pyetur për rastin me Gonigal? Po, është pikërisht se ai vetë ka bërë këtë rast. Pra, ka qenë person që është krenuar, pra e ka pranuar publikisht si një fakt komunikim me një person të tillë. A është Zoti Rama i cili ka pranuar njerëz që janë në botën e krimit? Po, ai ka thënë, unë i kam takuar, por unë nuk kam djeni për dëshminë e penalitetit të tyre. A është Zoti Rama i cili ka mbrojtur zonjën Balluku dhe ka marrë një kosto politike? Po, pikërisht ai e ka bërë. Pra, a rrezikon Zoti Rama të jetë i pandehur nga drejtësia e tij? Po, sepse Zoti Rama do të tregojë që kjo është një drejtësi e pavarur dhe pavarësisht se mund të më marrë edhe mua në pyetje apo mund të më marrë edhe mua në hetim, apo pse jo mua mos të marrë të pandehur, po pa mas sigurie. Sepse çdo përpjekje që Zoti Rama po bën është që tregojë të qytetarët që po drejtësia funksionon, pavarësisht është një drejtësi që unë nuk e komandoj, po nuk kam çfarë të bëj më sepse unë po luftoj kundër asaj, sepse kjo që ka një drejtësi e cila nuk jep rezultatet që duhet të jepë. Pra 2022-2025 të rezultat spektakolar se futi zotin Meta dhe zotin Berisha në telashe me drejtësinë e tij, por drejtësia që do të më bëhet mua do jetë një drejtësi e komanduar se pikërisht çfarë ndodh që unë përfshihem në këto konflikte gjyqësore dhe politike. Pra, të gjitha skenaret janë të mundshme, por ajo që ju duhet keni parasysh është që Zoti Rama do të jetë ai i cili do të përcaktojë vetes së tij se kush do të jetë momenti procedurial që do të quhet sikur është i pandehur nga drejtësia e tij, sepse brenda drejtësisë që Zoti Rama ka normuar është edhe një drejtësi që quhet karta e moralit. Karta e moralit është drejtësia ku Zoti Rama nuk merret dhe nuk procedohet penalisht, po persona të cilët janë rreth vetes së tij në aspektin edhe familjar mund të merret nga drejtësia e tij. Pra, thot, shiko, mos më godit mua, e di çfarë konflikti ke me mua, sepse jam pikërisht unë krijuesi i kësaj drejtësie, po ti në rast se do të merresh me mua, merru me familjarët e mi, por në fund fare unë do dal fitimtar, se unë mendoj dhe kam në imagjinatën time që gjithmonë drejtësia nuk është ajo e fortë se si është perceptuar në publik, për shkak se publiku është vulnerabël nga një drejtësie e fortë. Por unë jam më i fortë se drejtësia, se pikërisht unë jam pushteti i kësaj drejtësie. Unë jam krijuesi i kësaj drejtësie. Dhe kjo drejtësi që është sot, që është tek mua, dhe unë jam ai i cili e kam thënë tek publiku shqiptar që kjo drejtësia përvaret pa anësh të mashtrim me radhë, mund të përdori një goditje morale kundër rrethit të Zotit Rama dhe në momentin, kujdes këtu, më ekstrem ndaj Zotit Rama që të kërkoj masën më ekstreme ndaj tij që do jetë largimi i tij nga drejtimi i pushtetit ekzekutiv. Dhe këtu tani duhet një kujdes. Drejtësia e Zotit Rama është drejtësia që vepron kundër Zotit Rama. Pra, ajo që ne kemi thënë vazhdimisht, Rama do përdori drejtësinë e tij për të dukur edhe kësaj radhe viktime një drejtësie që u vendos për të mirën e qytetarëve, që merr si statistikë edhe zotin Rama në një moment, por ajo që do kujdes është
momenti ik nga pushteti dhe merrem me ty, ose në krye të detyres që do të jetë model i parë dhe i fundit në Republikën e Shqipërisë, që një kryeministër pezullohet në detyrë, arrestohet në detyrë dhe karriera e tij përfundon aty për aty. Pra, e gjithë kjo do jetë vetëm nga drejtësia që Zoti Rama ka bërë. Po mos harroni një fakt tjetër, që Zoti Rama që mos të arrite kjo drejtësie që vete ka shpikur, vete shkrenuar dhe vete ka përgëzuar, po shpik ligjin e referendumeve që të këshkoj tek populli shqiptar, duke i treguar një reform tjetër në drejtësi, që është pikërisht reforma më e egër, më e keqe të drejtësisë që Rama ka menduar jo për veten e tij, po për qytetarët shqiptar, duke i thënë që kjo është drejtësia, nga 2013 deri më sot kisha të drejtë që të gjithë duhet futeni në burg, po përveç meje, sepse drejtësia jam unë. Dhe kjo është goditja më e madhe ndaj çdo qytetarit shqiptar, se do përdoret pikërisht referendumi për të bindur qytetarët shqiptar që edhe kjo drejtësia e Edi Ramës që ka e dështuar për shkak se ishte momenti që nga dështimi duhet të merrte me vete edhe krye dështuesi që ishte Rama. Pra, qytetarët shqiptar do të kuptojnë që Rama nga dështimi i tij me drejtësinë e tij po përpiqet të shpik një drejtësi tjetër që përsëri do jetë e tija, po do jetë kundrejt qytetarëve shqiptar, po jo kundër atit. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.